Seanca e fundit plenare e këtij sesioni parlamentar është mbyllur pas një ore debatesh dhe tensionesh mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe mazhorancës. Deputetët demokratë zun vendet e ministrave duke u përplasur fizikisht edhe me gardën, teksa këta të fundit kërkonin që ata të dilnin jashtë. Po ashtu edhe Sali Berisha bllokoi foltore dhe nuk pranonte të largohej. Kreu i Partisë Demokratike e ka cilësuar ndërhyrjen e gardës si shkelje të rëndë. Kryeparlamentari Peleshi mes kaosit dhe tensionit ka përjashtuar nga seanca deputetët e Partisë Demokratike Klevis dhe Flamur Noka. Ndërkohë, pas daljes nga seanca, kreu i Partisë Demokratike Berisha u shpreh se zëvendës kryeministra Belinda Balluku duhet të paraqitet për të dhënë sqarime në seancë, ndërsa nga ana tjetër shtoi se biznesmeni Ergjys Agasi, i akuzuar si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të skandalit të Akshit, po jeton i qetë në mbrojtje të shtetit. Ergjys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me 2 pejgamberje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonse duhet të informoj shqiptar se një pazar i pist është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij midis lindës dhe delindës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ironizoi deputetët e Partisë Demokratike për tensionet dhe kaosin e shkaktuar në kuvend, duke e krahasuar situatën me 8 vite më parë kur është zgjedhur prokuroria e përgjithshme Arta Marku. Po kujtoja sot plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë, 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë, atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Arta Marku. Sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani, një kandidat për avokat populli i propozuar ekskluzivisht me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, mes tyre udhëheqës të lartë të asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike. E njëjta situatë sot pas 8 vjetësh, ripërsëritur, ka ndodhur të njëjtat pamje edhe në dhjetor 2018, nëse mbani mend. Gjendur në këtë situatë, kryetari i kuvendit kaloi direkt në votim dhe mes kaosit u miratuar rendi ditës dhe disa prej ligjeve që ishin në agjendë. Gjithashtu kujtojmë se seanca e kësaj të njëjtje përpos tensioneve brenda në kuvend, ku deputetët demokrat kanë shkaktuar një kaos dhe kanë ndezur flakadan, jashtë këtij ambienti fibrat e transmetimit të televizioneve janë përfshirë nga flakët.